Omer ibn Hatabi. Ai është Omer ibn Hatab, ibn Ufejl, Kureshi Adewi. Ai njihet ndryshe me epitetin Ebu Hafs ose Faruk. Ai është kalifi i dytë i besimtarëve. Ai ka qenë prej njerëzve më të respektuar në mesin e kurejshve. Ka qenë shumë i rrept ndaj muslimanëve, derisa përqafoi fenë islame. Njëherë profeti alayhis salam ju lut Allahut të lartësuar me këto fjalë: O Allah, forcoje islamin nëpërmjet Omer ibn Hatabit. Omeri radiallahu anhu e ka përqafuar fenë islame në vitin e 6 të profecisë. Pranimi i fesë nga ana e tij për besimtarët e asaj kohe është konsideruar si çlirim. Ibn Mesudi radiallahu anhu thot: akoma vazhdojmë të jemi të fortë që kur Omeri radiallahu anhu u bë musliman. Kur profeti alayhis salam i urdhëroi shokët e tij që të emigronin për në Medinë, një prej tyre ishte edhe Omeri radiallahu anhu, por ndryshe nga sahabët e tjerë, ai e shpalli haptës emigrimin e tij për në Medinë. Omeri radiallahu anhu ka marrë pjesë në të gjithë betejat që ka zhvilluar profeti alayhis salam. Njëherë profeti alayhis salam pati thënë: me të vërtetë Allahu e ka vendosur drejtësinë nëpërmjet gjuhës dhe zemrës së Omerit. Ai bashkë me Ebu Bekrin radiallahu anhu kanë qenë dy shokët më të ngushtë të profetit alayhis salam dhe njëkohësisht edhe dy këshilltarët e tij. Ndonjëherë Allahu i lartësuar ka shpallur ajete kuranore që e kanë miratuar mendimin e tij. Pasi profeti alayhis salam doroi jetë, kalifi muslimanëve u zgjodh Ebu Bekri radiallahu anhu, ndërkohë që Omeri radiallahu anhu ishte këshilltari i parë i tij. Pasi ndroi jetë dhe Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu u zgjodh kalifi i dytë i besimtarëve. Gjatë periudhës së kalifatit Omerit radiallahu anhu pati një sër zhvillimesh. U çliruan shumë vende si Krahina e Shamit, Egjipti, Persia e të tjerë. Ai urdhëroi që të ndërtoheshin qytetet e Kufes dhe të Basrës. Omeri radiallahu anhu urdhëroi që emrat e muslimanëve të regjistroheshin në regjistrat e shtetit. Omeri radiallahu anhu ishte i pari i cili përdori kalendarin hënor. Ky kalendar fillon me emigrimin e profetit alayhis salam nga Mekka për në Medinë. Gjatë periudhës që ishte kalif, Omeri radiallahu anhu gjykoi me drejtësi dhe e konsideroi veten si kujdestari i jetimëve. Jetimët mbështeteshin financiarisht me paratë që merreshin nga Beitul Mal. Fjalët e gdhëndura në unazën e tij ishin: o Omer, mjafton vdekja si për kujtim. Omeri radiallahu anhu ka transmetuar 537 hadithe nga profeti alayhis salam. Omeri radiallahu anhu ka ndërruar jetën në vitin 23 Hijri. Teksa po falte namazin e sabahut në xhami, Ebu Lulu me Gjusi e qelloi me thik pas shpine dhe kjo plagë i mori jetën. Ai qëndroi në krye të muslimanëve për një periudhë kohore prej 10 vitesh e gjysmë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë në lidhje me Omerin radiallahu anhu: Islami i Omerit, fakti që ai pranoi Islamin, ka qenë shpëtim, emigrimi i tij nga Mekka për në Medinë ka qenë triumf dhe udhëheqja e tij ka qenë mëshirë. Allahu qoftë i kënaqur me të.